Sot është 1 prilli, dita që në gjithë botën kujtohet si dita e shakave apo gënjeshtrave. Me këtë rast në sheshin e qytetit të Gostivarit nga ora 10 u organizua manifestimi tërë ditor Apriliada 2016. Pjesa ditore nga manifestimi tradicional me rastin e ditës botërore të gënjeshtrave u organizua nga kopshtet dhe shkollat fillore, konkretisht dedikim për fëmijët nga kopshtet dhe nxënësit e klasës së parë, të cilët defiluan me një numër të madh maskash të inspiruara nga fytyrat dhe librat e fëmijëve dhe herojt e tyre nga filmat vizatimor. Këtë vit maskimi ishte shumë kreativ. Mund të shiheshin maska të ndryshme duke filluar prej princit e princeshës e deri te flutura të veshura nga fëmijë prej më të vegjël e deri tek më të mëdhenj, duke krijuar një shesh shumë ngjyrash. Ata edhe pse në moshë të vogël e dinin pse ka ndryshuar veshja e tyre sot dhe theksojnë se qoftë në ditën botërore të gënjeshtrave, qoftë ditë të tjera, nuk duhet të gënjehet. Unë jam Esra Mustafi. Si duket sot Esra, si është veshur? Flutur. Çfarë ditë është sot Esra? Dita e gënjeshtrave. Bën të gënjejmë ne? Ja. Unë jam dita e 1 prillit. Si o vesh sot Amari? Minxha. Minxha. Amar, a gënjeve sot dikë? Cili? A është mirë të gënjejmë ne? Unë jam Besjan, vjeni në Komermasi. Si e vesh sot ti Besjan? Unë jam Vesi Pirat. Aha. Sot çfarë ditë është? Sot është dita e gënjeshtravë. Ke gënjer dë një për mëngjesi? A ke gënjir dë një? Cili? Albion, si dukesh ti sot? Cilin e interpreton me këtë veshje? Supermanin? A Spidermanin? Çfarë ditë është sot? Skender Keqaj. Si e vesh sot Skender? Spiderman. Pse pikërisht Spidermanin? E ke shumë qejf Spidermanin? Ja. Çfarë ditë është sot? Dita e gënjeshtrave. Ke gënjit të kënd? Pa. Cilin? Babin. Si e gënjeve? Se telefoni ju thi. Dhe çka tha babi? Tha edhe pastaj u qytit edhe une i thash i rejta. Kush je ti sot? Blenda. Si e vesh sot? Si bërë bardha. Çfarë ditë është sot? 1 prilli. A? 1 prilli. Është dhe dita e gënjeshtrave, ke gënjy sot dikën? Mami. Si e gënjeve? Se e ka marrë telefon. Pos për cilës të mësimdhënësve, fëmijët u ndoqën edhe nga një numër i madh prindërish dhe familjarësh, ku me fjalët e tyre fëmijët përçuan mesazhin se gënjeshtrat e që më shpesh e praktikojnë të mëdhenjt është një vesë i gabuar.